Partia Demokratike ka denoncuar përsëri për abuzime detyrën kryebashkiakun socialist të Tropojës, Areq Biberi, në lidhje me tenderët e institucionit dhe nepotizmin. Zëvendësia e antikorrupsionit në Selimlu Genta Vangjelit doli sot me një deklaratë shoqëruar edhe me dokumente ku akuzoi publikisht kryebashkiakun se po vazhdon shkeljen e ligjit dhe po jep tender kushëririt të tij në kundërshtime dhe me vendimet që ka marrë Komisioni i Prokurimeve Publike. Bëhet fjalë për tenderin me objekt ndërtimi i rrugës Autokika Dragobis Qafpaje me fond limit 82.9 milion lek. Në këtë garë morën pjesë 11 ofertues, por në mungesë konkurrence fitues u shpall oferta e vet me mbetur pas skualifikimeve. Autoriteti kontraktor skualifikoi 6 oferta me çmim më të ulët se fituesi, duke favorizuar kompaninë Vllaznimi SHPK, e denoncuar më herët për lidhje familjare me kryetarin e bashkisë Tropoj Areq Biberi. Edhe këtë herë bashkia ka shpallur fituese një kompani në pronësi të kushëririt kryetarit Biberi, duke përsëritur skenarin e klientelizmit familjar, tha Vangjeli. Ajo theksoi se ky është rezultati i pandëshkueshmërisë ndaj këtyre zyrtarëve, duke i referuar faktit se Biberi i shpëtoi një çështje penale të mëparshme. Ajo apeloi drejtësinë që ta hetojë këtë skandal dhe abuzim nga zyrtari vendor.